Shkolla nuk të mëson asgjë që të bën të pasur. Librat që lexon vetë po. Asgjë tjetër nuk të duhet nëse ti di shkrim e lexim. Pse? Sepse nëse ti di të shkruar dhe të lexosh, mund të mësosh gjithçka që dëshiron. Pse? Sepse dikush tjetër e ka pasur ose e ka atë që ti e dëshiron. Dhe ata që e kanë arritur atë që ti e dëshiron, tregojnë se edhe ti mund të arrish. Pse? Sepse ata e kanë shkruar një libër për atë që kanë përjetuar dhe për procesin që kanë ndjekur për të arritur ato gjëra që ti i dëshiron tani. Pra, nëse ke nevojë të dish më shumë rreth psikologjisë, spiritualitetit apo zhvillimit personal, ky është libri që duhet ta lexosh, Formula e lirisë, çlirimit nga ankthi. Por mos u ndal vetëm me këtë, vazhdo, sepse si thot një fjalë urtë popullore, njeriu mëson derisa të vdes. Kështu që vazhdo, edhe këtë mund ta porositësh. Ju falenderoj dhe mirupafshim.